Sot nderojmë dhe përkujtojmë heroizmin e njërit prej bijve më të devotshëm të Republikës sonë, herojit ton Afrim Bunjoku. Me veprën e tij sublime, ai u bë dëshmi dhe garanci e sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës. Bashkë me kolegët e tij polec, në sojët të vullnetit të hekut politik, 2 vjet më parë në vazhdimsi u dëshmua se mbrojtja e Republikës, përveç se detyrë profesionale, është përkushtim e betim për mbrojtjen e bazamentet të kushtetutës sonë, që Kosova të mbetet gjithmonë shtet i pavarur, sovran, unik dhe i pandashëm. Akti terrorist i 2 viteve më parë që i mori jetën rreth shtetit Bunjoku ishte i sponsorizuar, i financuar dhe i realizuar nga vetë shteti sërb. Pasi fol heroizmit e adet dashurisë së polecëve tonë, që mbrojtën teritorin duke ja dështuar planin Serbisë, ajo u bë streh për ekzekutuesit e këtij akti, duke u dëshmuar edhe njëherë se vazhdon të mbojë gjallë politikën destabilizuese dhe armiqësore ndaj shtetit tonë. Në këtë betejë, për të vërtetën dhe drejtësinë, falenderoj miqton ndërkombëtar që qysh në krejët e herës e cilësuan sulmin e Serbisë si akt terrorist. Nga këtu, përsëri kërkojmë nga faktori ndërkombëtar të bëjnë më shumë trysni të drejtë për drejtë mbi shtetin sërb, që terroristët e aktit të Donbajsk të ekstradohen në vendin tonë dhe të vinë para drejtësisë këtu, ku tashmë prej më shumë se 1 viti ju është ngritur edhe aktakuza. Raporti i shtetit tonë mbi sulmin terrorist në Donbajsk duhet të ndohet e mbi të ketë diskutim mes përfaqësuesve të vendeve të Bashkimit Evropian në mënyrë që të mirë informohen vendet anëtare se Serbia duhet të mbahet përgjegjëse dhe të sankcionohet për përpjekjet e saj të hapura për destabilizim dhe cënim të shtetësisë e të rendit ton kushtetues. Në këtë ditë kujtese, me nder e me mirënjohje përulemi para veprës së heroit Afrim Bunjoku, kolegëve të tij dhe para të gjithë policëve që ronë në detyrë në shërbim të atdhëut. Afrimi me shok po e përcjellin amanetin e dëshmorëve dhe të gjithë atyre që ronë për lirinë e Kosovës, sepse sakrifica e tyre është vazhdimsi e linjës së gjakut të dëshmorëve të luftës çlirimtare për një Kosovë të lirë, të sigurt, unike dhe të patjetërsueshme. Lavdi për jetë heroit Afrim Bunjoku, lavdi të gjithë të rënë në kry të detyrës, lavdi dëshmorëve të kombit. Faleminderit. Nell'educazione